ka mundësi, do më thonë motivi duhet na tregoj se janë të përfshirë kandidatën. Nëse shohim për shembull në masën e etikës morale që ndodh. Problemi është si të vërtetohet që janë të përfshirë kandidatë. Tani mbaret prej dëshmive të komisionerëve dhe atyre që kanë qenë përfshirë, ma të tjetë gjatë procesit të hetimit se si mund të faktohet. Nëse ne e dim që kjo është vepër penale, do të deri në 5 vite mundet me shku në burg, dhe nëse komisionerët mund të faktojnë faktin që kanë qenë të ndikuar, apo kanë qenë të orientuar, apo të korruptuar, apo të shantazhuar, apo të kërcënuar, varësisht në çfarë niveli mund të. Po ne nuk guxojmë, si më thotë, të drejtojmë gishtat për t'ia dhënë epitet kandidatëve, derisa nuk ka një mas të caktuar nga gjyqësori i cili vërteton që kandidatë janë përfshirë. Për shembull, nëse e marrim shembull zotin Kurti, i cili shihet që në çdo komunë ka, do të thotë, ne lëvizje të vota të tij, cilat mundën. Pak kandidatët këtu klikoje pak aty, si është vetëvendosja? Mendoj se vetëvendosja është subjekti i dytë, të cilit ka më shumë parregullsi në nivel Kosovë. Po i del Kurtit që i ka sa vota më pak? 235. Tani si 235 si 2000 janë njëjtë. Ja, s'ja bash njëjtë. Është njëjtë, është vepër jo ligjore, është vepër penale, është vepër penale, është devijimi i rezultatit zgjedhor dhe kjo vetëm do të dëshmohet gabim njerëzor, është futje dhëna në mënyrë të organizuar. Sepse nëse janë 30 votë me një vend votim, nuk është gabim njerëzor. Vetëm Kurti e pas ka të kuqe këtu, këta tjerë të poshtë nga Konjusa, Borati, Albina Xhiu, jo.